Ankthi është një ndjenjë që e njohim pothuajse të gjithë, apo jo? Për disa është thjesht një shqetësim i vogël, por për shumë të tjerë kthehet në një luftë të vërtetë të përditshme. Po sikur t'ju them se një pjesë e zgjidhjes mund të fshihet pikërisht në pjatën tonë. Sot do të zbulojmë 6 vitamina teje të fuqishme që mund të ndihmojnë vërtet në menaxhimin e ankthit dhe stresit. Shifrat janë, sinqerisht, tronditse. Pothuajse 1 në 5 të rritur vetëm në SBA përjetojnë ankth çdo vit. Dhe dini çfarë? Këto shifra po rriten. Kjo nuk është thjesht një statistikë, është një realitet që prek komunitetet tona, miqt, familjarët e ndoshta edhe ne vetë. Dhe duhet ta kuptojmë, ankthi nuk është thjesht të ndihesh pak nervoz para një takimi të rëndësishëm. Jo, është diçka shumë më e thellë. Mund të na prish gjumin, të na mbajë zgjuar natën me mendime dhe të ndikojë praktikisht në çdo aspekt të jetës, nga shëndeti mendor e deri te ai fizik. Po, ja ku gjërat bëhen interesante. Gjithnjë e më shumë po kuptojmë se dieta jon ka një ndikim të jashtëzakonshëm në shëndetin tonë mendor. Dhe specifikisht, vitaminat që marrim nuk janë vetëm për të na mbrojtur nga gripi. Ato janë karburanti për një tru të shëndetshëm dhe një mendje të qetë. Seksioni i parë, vitaminat për rregullimin e humorit. Mirë, le të fillojmë me ato vitamina që janë si dirigjentët e orkestrës kimike të trurit tonë, ato që ndihmojnë në balancimin e humorit nga brenda jashtë. E para në listë, vitamina D. Shumica prej nesh e lidhin atë me kocka të forta dhe diellin, por roli i saj në tru shpesh harrohet. Dhe kjo është një gabim i madh, sepse studimet tregojnë se shumë njerëz me ankth kanë nivele shumë të ulta të kësaj vitamine kaq thelbësore. Mënyra se si funksionon është vërtet e mahnitshme. Ka një rol të dyfisht. Së pari, ajo ndihmon trurin të prodhojë më shumë serotonin. Ky është ai neurotransmetuesi që na bën të ndihemi mirë, të qetë dhe të lumtur. Dhe në të njëjtën kohë ndihmon në menaxhimin e kortizolit, hormonit kryesor të stresit. Pra jo vetëm që rrit të mirën, por edhe ul të keqen. Pra si mund të marrim shumë prej saj? Sigurisht, ekspozimi në diell është burimi më i mirë, po jo gjithmonë i mundur. Kështu që, ushqime si salmoni, të verdhat e vezëve dhe qumshti pasuruar janë zgjidhje fantastike. Një sasi prej 600 deri në 800 IU në ditë është një objektiv i shkëlqyer. Tani, le të kalojmë te një grup tjetër super i fuqishëm, vitaminat B. Këtu po flasim për një treshe dinamike, B12, B6 dhe B9, e njohur ndryshe si folati. Këto vitamina janë thelbësore, absolutisht thelbësore, për prodhimin e atyre që quhen neurotransmetues. Po çfarë janë saktësisht këta neurotransmetues? Mendojeni si lejmëtarët e vegjël të trurit. Ata dërgojnë mesazhe që kontrollojnë gjithçka, humorin, emocionet, madje edhe mënyrën se si trupi ynë reagon ndaj stresit. Kur këta lejmëtarë janë në ekuilibër, gjithçka funksionon siç duhet. Le të fillojmë me B12-ën. Kjo vitaminë është kritike. Ajo ndihmon në krijimin e serotoninës dhe dopaminës, por gjithashtu mbron veshjen e nervave tanë. Mungesa e saj mund të shkaktojë atë ndjenjen e lodhjes kronike dhe mjegullës mendore, gjëra që e përkeqësojnë ankthin në mënyrë drastike. Më pas, kemi vitaminën B6. Edhe kjo ndihmon në krijimin e serotoninës dhe dopaminës, por ka edhe një super fuqi tjetër. Ndihmon në rregullimin e përgjigjes sonë ndaj stresit. Mund ta gjeni lehtësisht te mishi i pulës, bananet apo edhe patatet. Dhe tani, diçka vërtet e veçantë. Vitamina B6 nuk punon vetëm. Kur kombinohet me magnezin, efekti i saj bëhet edhe më i fuqishëm. Të dyja së bashku janë si një ekip ëndrash që qetëson sistemin nervor dhe na bën më rezistent ndaj stresit të përditshëm. Dhe fundit nga tresha jonë e vitaminave B është folati, ose B9. Kjo është shumë e rëndësishme. Nivelet e ulta të folatit janë lidhur drejt për drejt me një rrezik më të lartë të çrregullimeve të humorit. Pra, të hash më shumë perime jeshile si spinaçi, fasule dhe thjerrza është thelbësore për stabilitetin ton emocional. Seksioni i dytë, vitaminat për mbrojtje nga stresi. Mirë, deri tani folëm për rregullimin e kimisë së trurit. Tani, le të flasim për mbrojtjen e trurit nga dëmtimi fizik që shkakton stresi. Këto vitamina janë si mburoja jonë personale në nivel qelizor. Imagjinoni një betejë që ndodh brenda trupit ton çdo ditë. Kur jemi në stres, trupi prodhon më shumë radikale të lira. Këto janë molekula të këqija që sulmojnë dhe dëmtojnë qelizat tona. Nga ana tjetër, kemi antioksidantët, herojnë tanë. Dhe 2 nga antioksidantët më të fuqishëm janë vitamina C dhe E. Të gjithë mendojnë për vitaminën C kur jemi me grip, apo jo? Po ja diçka që ndoshta nuk e dinit.
Kur jemi të stresuar, trupi ynë e djeg vitaminën C me një shpejtësi marramëndse. Kjo do të thotë se rrimbushja e saj rregullisht është absolutisht kritike për të menaxhuar stresin. Pra, si na mbron vitamina C? Ajo ka një plan sulmi me 3 pika. Së pari, lufton radikalet e lira dhe parandalon dëmtimin qelizor. Së dyti, ndihmon në uljen e niveleve të kortizolit për të na qetësuar fizikisht. Dhe së treti, mbështet prodhimin e seratoninës për të përmirësuar humorin, një aleat i vërtet. Dhe nëse vitamina C është mbrojtja jone e parë, vitamina E është mbrojtësia specialiste, veçanërisht për qelizat e trurit. Ashtu si vitamina C, ajo është një antioksidant i fuqishëm, por fokusi i saj kryesor është të mbrojë trurin dhe të qetësojë sistemin nervor. Pra, çfarë bën saksisht vitamina E? Ajo mbron trurin nga dëmtimi i stresit, ndihmon në balancimin e kimikateve të humorit dhe mbështet shëndetin e përgjithshëm të trurit. Ushqime si bajamet, farat e lyediellit dhe avokadot janë plot me këtë vitaminë të çmuar. Seksioni 3, ti bashkojmë të gjitha. Mirë, i pam të gjitha këto vitamina një nga një. Kemi folur për shkencën pas tyre? Tani, si duket gjithë kjo në praktik? Si mund të integrojmë në jetën tonë? Kjo tabeli përmbledh të gjitha në mënyrë fantastike. Këtu shihet qartë se cila vitaminë bën çfarë dhe ku mund ta gjeni. Vitamina D për hormonet, vitamina B për lajmëtarët e trurit dhe vitamina C dhe E si mbrojtësi tan antioksidant. Është si një udhëzues i shpejt për një mendje më të qetë. Dhe në fund të ditës, kjo është ideja kryesore. Nuk bëhet fjalë për të bërë ndryshime drastike. Bëhet fjalë për të shtuar gradualisht disa prej këtyre ushqimeve të pasura me vitamina. Këto ndryshime të vogla mund të kenë një ndikim të madh dhe të jenë një mënyrë e fuqishme dhe natyrale për të mbështetur shëndetin tonë mendor. Ka një thënie të vjetër që i përshtatet perfekt këtu. Parandalimi është gjithmonë më i mirë se kurimi. Në vend që të presim që ankthit na mposhtë, ne mund të marrim hapa të vegjël, proaktiv çdo ditë përmes ushqimit për të ndërtuar një mendje më të fortë dhe më elastike. Pra, pyetja që mbetet është kjo. Ndërkohë që ankthi është një problem kompleks pas zgjidhje të vetme, a mundet që hapi i parë, ai më i thjeshti dhe më i arritshëm, të fillojë pikërisht me atë që zgjedhim të vendosim në pjatën tonë sot? Mendoni për këtë.